Do shampamjet parë më duket shuarja e flakëve, por do t'jenë autoritetet ata që do të thonë fjalën e tyre më pas dhe do të përcjellin për publikun dëmet që kanë ardhur nga kjo situatë e rrezikshme pas ditën e sotme, ku pothuajse të gjitha katet në pjesën verilandore të kësaj godine janë përfshirë nga flakët. Shtatë persona janë të lënduar nga ngjarja, 3 evakuime i kemi përcjell drejt për së drejti në Ora News, në katet e sipërme të godinës, të mundësuara në operacionin e evakuimit nga ana e zjarfikësve. Këto janë detajet deri në këtë moment, si kundër thash, më herët dyshohet se zjarri të ketë nisur nga disa kartona të hedhura mbrapa pallatit, të cilat sipas dëshmitarëve janë djegur duke përhapur flakët në të gjithë godinën e këtij pallati. Megjithatë do të jenë autoritetet ata të cilët do të thonë fjalën e fundit dhe në mënyrë zyrtare për të përcjell pikërisht shkakun e këtij zjarrit për masave të mëdha